Bllokohet 51 ton misër nga Serbia rezultuan me alfa-toksin, shkon në 15 numri i kamionëve të ndaluar. 51 ton misër për konsumimin e kafshëve që vinte nga Serbia është bllokuar pasi ka rezultuar me alfa-toksin. Kjo sasi është pjesë e 15 kamionëve me misër të bllokuar në Han Totit, që në total po analizohen mbi 500 ton. Alfa-toksina B1 konsiderohet ndër më të rrezikshmet nga klasa e nykotoksinave, pasi dyshohet se shkakton kancer. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në vijim të transparencës dhe informacionit publikut dhe në zbatim të legjislacionit në fuqi, bëri me dije se e bazuar planit vjetor të kontrolleve zyrtare në pikën e inspektimit kufitar Hanihotit, ka kryer monstrimin në 2 ngastra me misër ushqim për kafsh, origjina serbi, të cilat pas kryerjes së analizimit laboratorik janë konfirmuar me prani të alfa-toksinës B1. Informojmë se njëra nga ngarkesat është kthyer në vendin e origjinës, ndërsa ngarkesa tjetër është bllokuar në ambientet e subjektit me destinacion azësimit, thuhet në njoftimin e AKU.